Qyteti i Fusharësit, si çdo vit, mirëprit edicionin e 21 të festivalit mbarkombëtar të instrumentistëve të vegjël popullor Tinguj Zemre. Ngjarja kulturore tashmë e kthyer në traditë organizuar nga Bashkia Fusharës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve, me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, shoqatës Sofra Pukjane dhe biznesit lokal. Në këtë edicion morën pjesë 19 grupe artistike me mbi 400 festivalistë të ardhur nga mbar Shqipëria, Kosova dhe troje të tjera shqipfolse. Artistët e vegjël sollën në skenjë një mozaik të pasur folklorik, duke interpretuar me mjeshtëri në instrumente tradicionale si çiftelia, lahuta, fyelli dhe daudhja, të veshur me kostume popullore të krahinave përkatëse. Ka startuar edicioni i 21 i festivalit mbarkombëtar të instrumentistëve të vegjël popullor në qytetin e Fusharësit. Në këtë vit marrin pjesë 19 grupe nga e gjithë trevat shqipfolse. Nam do jenë sonte, i cili pritet nga momentin që filloi, dhe pastaj pjesa tjetër, grupet gjysma grupe do vazhdoj nesër. Tregon për një sukses vërtet, si thush, edhe pak emocionus, të thosh të drejtën, sepse nuk pam vetëm instrumentistë shumë të mirë, midis tyre dhe virtuos të vërtet. Nga ana tjetër kishte edhe solist shumë interesant. Moshat vogla. Për 13 më radh, artistët e vegjël u pritën në mënyrë të veçantë nga vendasit, duke ndërtuar një atmosferë të vërtet bashkimi kulturor.